kujesa të rit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha së bashku me strategun e fushatës elektorale Krisla Sivita bisedoi me të rinjtë e PD-s për rolin e tyre në këtë betejë zgjedhore. Shqipërisë sot i duhen misionar në situatën në cilën ajo ndodhet, atë e shpëtojnë vetëm misionarët. Ju siguroj se programi i Partisë Demokratike dhe aleatëve do të jetë një program që synon të bëjë realitet ëndrat tuaja. Krisla Sivita përsëriti se nuk është përfaqësues i qeverisë amerikane, por ka ardhur në Tiranë si një person privat. Por ai theksoi se sheh ngjashmëri mes fushatës së presidentit Trump vitin e kaluar dhe situatës aktuale në Shqipëri. So again, I don't speak for the Unë nuk flas në emër të qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Sigurisht që kam shumë miq atje sepse punoj shumë ngushtë me fushatën, por mendoj se mjafton të themi që ekziston një kuptim i qartë i situatës politike dhe korrupsionit që ekziston këtu. Siç e përmenda edhe mbrëm, shumë nga gjërat që administrata Biden ka tentuar të bëjë gjatë 4 viteve të fundit për të futur Donald Trump në burg, duke përfshirë dhe mbastisjen e shtëpisë së tij, janë gjëra që nuk kishin ndodhur më parë. Dhe ngjashmërit mes asaj që po përpiqen të bëjnë konservatorëve këtu dhe asaj që ata bën në Shtetet e Bashkuara janë jashtëzakonisht ngjashme. Dhe kjo ndodh sepse ata nuk janë në gjendje të mbrojnë bilancin e tyre, nuk janë në gjendje të mbrojnë gjendjen e ekonomisë. Strategu i fushatës Partisë Demokratike Krisla Sivita theksoi se ekonomia është çështja për të cilën vendoset në 11 maj. E gjitha kjo fushat ka të bëjë me çështjen më të rëndësishme, ekonominë dhe të ardhmen. Dhe ju, djema, e keni plotësisht në dorë ta ndryshoni të ardhmen dhe drejtimin e këtij vendi, por nuk mund ta bëni këtë nëse nuk ngriheni. Ka një shprehje të vjetër në Amerikë, bota drejtohet nga ata që ngrihen. Nga ana tjetër, Berisha shfryzoi takimin me të rinjt për t'i kujtuar rivalit politik, kryeministit Edi Rama, hetimin e McGonigal në Amerikë. Hjeja e McGonigalit do ta ndjekë Edi Ramën gjatë ditën e fundit të jetës së tij. Është skandal planetar.